Të nderuar televizikues, përshëndetje, do jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Në një takim me të rinj të angazhuar në teknologji dhe inovacion, kryeministri i vendit Edi Rama theksoi nevojën për më shumë rrugë drejt aksesit në teknologji që nga arsimi fillor. Ai buri në dukje një hendek mes kërkimit dhe zhvillimit shkencor në universitetet shqiptare. Numri i të rinjve që përfshihen në teknologji është në rritje, një trend që duhet përshëndetur për të përmbushur edhe kërkesat e tregut të punës. Në takimin me të rinj të angazhuar në teknologji dhe inovacion, Rama u shpreh se është thelbësore të krijohen më shumë rrugë për akses në teknologji që nga arsimi fillor. Kemi sistemin e laboratorëve inteligjent në shkolla. Sot janë 340, mos gabojmë, shkolla që kanë laboratorët inteligjent ku fëmijët qysh në klasën e parë fillojnë paralelisht edhe të marrin nocionet e para të teknologjisë edhe të kodimit. Dhe plani është që laboratorët inteligjent të shkojnë në 1000, praktikisht të mbulohen të gjitha shkollat dhe është një plan i financuar tani më. Kryeministri Rama foli për një hendek mes kërkimit dhe zhvillimit shkencor në universitete. Shumë energji edhe shumë kohë konsumohet për faktikisht kërkime shkencore që pastaj mbeten në vetvete dhe nuk krijojnë vlerë të shtuar. Rama pohoi se numri i të rinjve shqiptar të përfshirë në teknologji inovative po rritet gjithmonë dhe më shumë, po ashtu kërkesa për t'i përfshirë në tregun e punës është e madhe. Tani më është kapërcyer dhe faza e kostos së ulët dhe nuk është më qasja ndaj Shqipërisë e kompanive si një vend ku mund të bëjmë disa punë ku të marrim të njëjtin produkt por paguajmë më pak kraun e punës. Kongresi i Partisë Popullore Europiane miratoi një rezolutë të veçantë për zgjedhjet e 11 majit në Shqipëri, ku shpreh shqetësimi për keqpërdorimin e burimeve shtetërore, blerjen e votës dhe presionin ndaj administratës. Rezoluta përbën një thirrje ndaj Bashkimit Evropian si dhe organizatave ndërkombëtare për të vëzhguar nga afër procesin zgjedhor. Partia Popullore Europiane ka miratuar një rezolutë për Shqipërinë në prag të zgjedhjeve parlamentare të 11 majit, ku ngresh shqetësime serioze për integritetin e procesit zgjedhor. Në dokumentin zyrtar të miratuar nga Kongresi mbajtur në Spanjë, Partia Popullore Europiane thekson raportimet mbi keqpërdorimin e burimeve shtetërore, blerjen e votës dhe ushtrimin e presionit ndaj administratës publike, duke i bërë thirrje Bashkimit Evropian, OSBE-s dhe Këshillit të Evropës të reagojnë dhe të mbikëqyrojnë zhvillimet zgjedhore në vend. I pragnishëm në Kongres, Ali Berisha e përshëndeti rezolutën si një akt të rëndësishëm mbështetje për opozitën shqiptare. Se sot populli opozitar, pikërisht pak ditë para zgjedhjeve, merr një thirrje, një kushtrim për t'u ndarë nga të gjitha këto problematika të rënda të krijuar nga regjimi, në mënyrë që Partia Popullore Europiane, 14 kryeministra të kësaj organizate të mund të mbështesin Shqipërinë në rrugën e integrimit evropian. Sipas tij, klima ndërkombëtare është gjithnjë e më kritike ndaj kryeministrit Edi Rama dhe siç tha, numri i fitores së forcave të djathta në Europë është një trend që do të kulmojë me fitoren e 75 të Partisë Demokratike në Shqipëri. Bota politike, shumica e botës politike është kundër Edi Ramës, ndëshkon Edi Ramën. Dhe mos harrojmë se janë 74 fitore të forcave të qendrës djathtë gjatë këtij viti dhe 75 do të jetë fitoria e Partisë Demokratike, e cila mezi pritet nga partnerë dhe miqtë tanë në Partinë Popullore Europiane. Partia Popullore Europiane përmes kësaj rezolute i kërkon institucioneve shqiptare të ndalojë çdo formë ndërhyrje politike në procesin zgjedhor për të garantuar një votim të lirë dhe të ndershëm. Partia Demokratike ka kërkuar zyrtarisht ndërhyrjen e SPAK-ut dhe të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të adresuar shqetësimet që lidhen në procesin e votimit të shqiptarëve jashtë vendit. Sipas përfaqësuesve të Partisë Demokratike, kompania DHL ka shkelur protokollet ligjore duke sjellë vonesa dhe konfuzion në shpërndarjen e fletëve të votimit.
Partia Demokratike ka reaguar ashpër ndaj mënyrës se si po menaxhohet procesi i votimit në diasporë, duke ngritur akuzat ndaj kompanisë ndërkombëtare të shpërndarjes DL për shkelje të protokolleve ligjore dhe teknike. Në një deklaratë për mediat, Josefina Topalli, në cilësinë e drejtueses politike për diasporën dhe përfaqësuesi ligjor i Partisë Demokratike në KQZ Franc Nuri, kërkuan ndërhyrjen urgjente të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe të Prokurisë së Posaçme. Shfrytëzoj rastin për t'i bërë thirrje KQZ-s që t'i kërkojnë DHL-s që të përmbushin detyrimet e tyre ligjore dhe logjistike. Thyrja afateve dhe standardeve të vendosura në ligj është një cënim i rënd i votës të shqiptarëve që jetojnë jashtë kufive të Shqipërisë, dhe në këtë mënyrë ajo do të cënonte tërësisht integritetin e këtyre zgjedhjeve. Sipas tyre, procesi është përballur me një sër problematika që rrezikojnë të cënojnë jo vetëm të drejtën e votës, por edhe besueshmërinë e të gjithë procesit zgjedhor. Ata kanë denoncuar raste ku qytetarëve u janë dërguar zarfa me të dhëna të pasakta, mungesë njoftimi për dorëzimin ose madje edhe dyfishim të fletëve të votimit për të njëjtin person, kryesisht në shtetin grek. Unë pres dhe ne presim që s'pak të ketë nisur tashmë hetimin kryesisht për këtë ngjarje, por dhe nëse nuk do ta bëjmë, Partia Demokratike do të dorëzojë kallëzim penal sa më parë, sepse nuk mundet që DHL-ja të nënkontraktojë këtë shërbim dhe të mos zbatohen standardet që duhet të zbatojë. Cilat janë standardet ligjore? Duhet që zarfi të dorëzohet personalisht tek çdo individ dhe kundrejt nënshkrimit personit dhe kundrejt paraqitjes së një dokumenti identifikimi. Kjo gjë nuk ka ndodhur jo vetëm në Greqi, por s'ka ndodhur as në Itali në shumicën e rasteve, as në Gjermani, as në Shtetet e Bashkuara apo në Britaninë e Madhe, që janë 5 shtetet kryesore ku ne kemi diasporën e regjistruar në platformën PER, pra që shkojnë votat. Eci me të tjera informacione, policia ka arrestuar Eris Mehmet, ai i dyshuar për ndihmë në vrasjen e 58 vjeçarit Renato Hoxhaj në Vlorë. Kamerat e sigurisë kanë ndihmuar në identifikimin e autorit, ndërsa hetimet po fokusohen në mundësinë e një vrasësi me pagesë dhe lidhjet me grupet kriminale. Dyshohet se ekzekutimi mund të ketë ardhur me një porosi nga Emiratet e Bashkuara Arabe. Vrasja e 58 vjeçarit Renato Hoxhaj në Vlorë e ndodhur me 27 i cili dyshohet se ka ndihmuar autorin e krimit të largohet me makinë. Hetimet kanë zbuluar se Mehmetaj kishte dhënë makinën e autorit dhe kishte ndërhyrë në ndryshimin e targave të saj për të fshehur identitetin e autorit. Sipas hetimeve, ky veprim ka ndodhur disa kohë më para se të kryej vrasja. Kamerat e sigurisë kanë regjistruar momentin kur autori largohet nga vendi i krimit i qetë me një maskë dhe një kapele gjuetari, ndërsa mban në dorë një çantë të vogël ku dyshohet se ka fshehur armën e krimit. Autori i vrasjes ka qenë i maskuar me një maskë silikoni, duke mbuluar tërësisht fytyrën. Po ashtu dyshohet se ai ka vendosur edhe një maskë të zezë kirurgjikale si dhe kapele për të fshehur identitetin. Gjithashtu besohet se autori ka vendosur dhe një bark artificial, duke vështirësuar më tej identifikimin e tij. Pas kryerjes së vrasjes së 58 vjeçarit Hoxhaj, autori thuhet se është arratisur drejt Greqisë. Hetimet sugjerojnë se autori mund të ketë qenë një vrasës me pagesë për shkak të mënyrës profesionale si e kreu ekzekutimin, duke qelluar Hoxhajin me 2 plumba në kokë dhe 2 në trup. Ka dyshime se porosia për vrasjen mund të ketë ardhur nga Emiratet e Bashkuara Arabe, një hipotezë që po shqyrtohet nga grupi hetimor. Policia ka intervistuar 5 persona, duke përfshirë bashkëjetuesin e viktimës, e cila ka pohuar se Hoxhaj nuk ishte shprehur shqetësime për ndonjë konflikt të mundshëm para ngjarjes, por në ditët e fundit kishte qëndruar i heshtur. Ndërkohë, një dëshmitar ka treguar se kishte dëgjuar disa të shtëna, por kishte menduar se ishin fishek zjarre, pa dyshuar për ngjarjen e rënd. Hetimet janë ende në zhvillim dhe policia ka dyshime se mund të ketë persona të tjerë të përfshirë në këtë ngjarje. Një 68 vjeçar është rrëmbyer në zemër të Tiranës dhe mbajtur peng për orë të tëra në një banesë braktisur në këmbim të një shpërblimi prej 2 milion lekësh të rinj. Policia arrestoi 5 persona, mes tyre 2 vëllezër dhe një grua, ndërsa pengmarrja u motivua nga një pretendim për ngacmim.
Një skenë pazakont ka ndodhur në një nga rrugët më të populluara të kryeqytetit George W. Bush, ku 68 vjeçari Edvar Agadhiu është rrëmbyer në mes të ditës nga 3 persona që e futën me forcë në një makinë. Autorët Clinton dhe Sulejman Sina, përkatësisht 21 dhe 31 vjeç, së bashku me 21 vjeçarin Hidayet Mashollari, e kanë transportuar drejt fshatit Kakunj në kufi me Elbasanin, ku e mbajtën të izoluar për 5 orë në një banesë braktisur. Ngjarja nisi pas një konflikti verbal në rrugë, ku autorët e marrjes pretendojnë se Agadhiu kishte ngacmuar të fejuarin e njërit prej tyre, 32 vjeçaren Nikoleta Begolli. Viktima ka mohuar çdo akuzë, duke thënë se e njihte gruan, por nuk kishte patur asnjë sjellje të pahishme ndaj saj. Pavarësisht kësaj, ai është lidhur dhe shkërcënuar me jetë, ndërsa autorët kanë kontaktuar bashkëshorten e tij duke i kërkuar një shumë prej 2 milion lekësh për lirimin e tij. Gruaja e viktimës ka pranuar të dorëzojë parat në zonën e Saukut, ku është takuar me 57 vjeçarin Bajram Ibraliu, i cili mori shumën e kërkuar. Policia ka ndërhyrë me njëherë pas kallëzimit dhe falpamjeve të kamerave të sigurisë, ka bërë të mundur identifikimin dhe arrestimin e 5 personave të përfshirë në këtë ngjarje të rëndë. Nga kontrollet janë sekuestruar rreth 1.7 milion lekë, të dyshuara se të marra përmes shantazhit, si dhe lritari me cilën ishte lidhur 68 vjeçari. Ngjarja ka shkaktuar reagime të forta për shkak të mënyrës brutale dhe vendit ku ndodhi rrëmbimi, në një zonë të populluar në Tiranë dhe në mes të ditës. Hetimet për këtë rast po vazhdojnë ndërsa të arrestuarit do të përballen me akuza të rënda për rrëmbim personi dhe shantazh me qëllim përfitimi. Dosja e rrëmbimit dhe zhdukjes së Jan Prengës ka marrë një zhvillim të ri pas materialeve të reja nga SPAK, të cilat janë bashkangjitur çështjes. Prokuroria e posaçme ka siguruar përgjigje nga partnerët evropian lidhur me komunikimet përmes aplikacionit Sky ECC, që i përkasin personave të dyshuar si të përfshirë në ngjarje. Mes tyre janë dhe kodet e përdorimit të Dritan Recepit, Gentian Funiqit dhe Altin Hajrit. Dosja për rrëmbimin dhe zhdukjen e Jan Prengës, ngjarja që tronditi opinionin publik në janar të vitit 2020, ka hyrë në një fazë të rejetimesh. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka siguruar materiale shtesë që lidhen me komunikime të koduara në aplikacionin Sky ECC, një sistem që është përdorur gjithësisht nga grupet kriminale në Europë për të shmangur ndjekjen penale. Sipas burimeve, letërporositë e ardhura nga partnerët ndërkombëtar kanë ndihmuar në identifikimin e personave që fshihen pas profileve të koduara në aplikacion. Bëhet fjalë për emra të njohur si Dritan Recepi, Gentian Funiqi dhe Altin Hajri, komunikime me të cilat dyshohet se kanë lidhje direkte me rrëmbimin dhe zhdukjen e Jan Prengës. Ky zhvillim i rëndësishëm pritet të ndikojë në vijimsinë e procesit gjyqësor për të pandehurit Festim Bishdili, i dënuar në shkallën e parë me burgim të përjetshëm për rolin e tij në rrëmbimin e Prengës. Në seancën e fundit në gjykatën e apelit, SPAK kërkoi shtyrjen e procesit ndaj Bishdilit, duke argumentuar se materialet e reja janë vendimtare për zbardhjen e plotë të ngjarjes. Komunikimet e përfshira janë marrë sipas procedurave ligjore dhe janë futur tashmë si provë në dosjen hetimore. Bishdili, që punonte si kopshtar në kompleksin Golte në Shijak, vendi ku dyshohet se është mbajtur pengë dhe më pas ekzekutuar Prenga, konsiderohet nga prokuroria si një hall kyçe në organizimin e rrëmbimit. Hetimet për këtë çështje vijojnë për më shumë se 4 vitesh dhe aktualisht autoritetet po punojnë për të lidhur komunikimet e koduara me veprimet konkrete të kryera gjatë ngjarjes. Pavarësisht se trupi i Jan Prengës nuk është gjetur ende, SPAK këmbgul se provat janë të mjaftueshme për të zbardhur përgjegjësitë penale të gjithë të përfshirëve. Seanca e radhës në gjykatën e apelit është lënë në pritje të shqyrtimit të këtyre provave të reja. Gjykata e posaçme ka pranuar kërkesën e SPAK për të pezulluar afatet e paraburgimit ndaj të pandehurve në çështjen e koncesionit të sterilizimit. Mungesa e Ilir Beqaj dhe avokatit të tij në seancë solli shtyrjen e procesit. Pala mbrojtëse kërkoi kohë për të njohur me dosjen voluminoze. Me kërkesë të prokurorisë së posaçme, gjykata e posaçme ka vendosur të pezullojë afatet e paraburgimit për të pandehurit në dosjen e koncesionit të sterilizimit, një ndër çështjet më të bujshme të korrupsionit në sektorin e shëndetësisë. Kjo do të thotë se nëse shpallen fajtor dhe dënohen ish ministri i shëndetësisë Ilir Beqaj, biznesmeni Ilir Rapaj dhe ish zëvendësministri Klodian Rjepaj nuk do të llogariten ditët e qëndrimit në paraburgim gjatë kësaj periudhe. Shkak për këtë vendim u bë mungesa e ish ministrit Beqaj dhe avokatit të tij në seancën e
planifikuar për këtë të mërkurë, ku pritej që palët të parashtronin kërkesat paraprake në vijimin e procesit, si gjykimi i shkurtuar apo procedurat e zakonshme. Beqaj, që po bëhet në bazë arresti shtëpiak për dosjen e sterilizimit, Ilir Beqaj ka kërkuar që gjykimi të mos zhvillohet në mungesë të tij për shkak të gjendjes shëndetësore, çka e ka justifikuar me një deklaratë firmosur në qeli dhe me një recetë mjekësore të paraqitur në seancë. Në mungesë të avokatit të tij, gjykata caktoi një mbrojtës kryesisht, i cili nga ana e tij kërkoi kohë për të njohur me dosjen voluminoze të çështjes, ndërkohë Beqaj vijon të qëndrojë edhe në paraburgimin e Durrësit për dosjen tjetër, atë të Saspak, që lidhet me shpërdorimin e fondeve të Bashkimit Evropian. Në këto kushte, për të shmangur vonesat më tejshme në këtë proces, SPAK kërkoi pezullimin e afateve të paraburgimit për të gjithë pandehurit, kërkesë që u pranua nga gjykata. Seanca e radhës është përcaktuar në datën 7 maj, ndërsa pritet me interes qëndrimi i gjykatës mbi kërkesat paraprake dhe mënyrën se si do të vijojë procesi. Gjykata e posaçme ka rrëzuar kërkesën e Fran Marashit për t'u larguar nga regjimi i ashpër për 41 bis, ku ai mbahet i izoluar që nga dhjetori i vitit 2024. Marashi, i dënuar për masakrën e urës zajgurore, ka kërkuar të dalë nga ky regjim, por gjyqtari Erion Bani ka refuzuar kërkesën e tij në seancën e së mërkurës. Ai u dënuan me burgim të përjetshëm për përfshirje në ngjarjen tragjike të vitit 1997, ku humbën jetën 4 policë. Gjykata e posaçme ka hedhur poshtë kërkesën e Fran Marashit për t'u larguar nga regjimi i ashpër për 41 bis, i cili është një masë e rëndë izoluese që është përdorur ndaj tij që nga 13 dhjetori i vitit 2024. Kjo kërkesë u shqyrtua nga gjyqtari Erion Bani gjatë një seance që u zhvillua në orën 10 të së mërkurës. Marashi, i dënuar me burgim të përjetshëm për përfshirje në masakrën e urës vajgurore në vitin 97, ka kërkuar gjykatës të lirohet nga ky regjim i ashpër, pasi ai është izoluar që nga arrestimi dhe ekstradimi i tij në Shqipëri. Ngjarja e vitit 1997, e cila përfshiu një sulm ndaj forcave të policisë, përfundoi me 40 vdekur dhe 6 plagosur dhe shkaktoi troditje të madhe. Marashi, së bashku me disa të tjerë, është dënuar për këtë krim, ndërsa ka pretenduar se nuk është trajtuar në mënyrë të drejtë gjatë gjykimit të tij dhe se nuk ka qenë në dieni për zhvillimin e procedurave ndaj tij derisa u ekstradua nga Italia në vitin 2007. Përveç dënimit të tij, Marashi kishte tentuar të arratisej nga burgu i Burrelit në vitin 2009, duke tentuar të tërheqë vëmendjen për të rihapur procesin e tij gjyqësor. Edhe pse Marashi ka shprehur mohimin e akuzave dhe dënoi trajtimin e tij, gjykata ka vendosur që të mbetet në këtë regjim të ashpër. Të dici me të tjera informacione, kalojmë në zhvillimet nga rajoni. Komisionerja për zgjedhje Marta Kos, gjatë vizitës në Beograd dhe Novi Sad, i kërkoi qeverisë serbe të përshpejtojë reformat dhe të mos humbas mundësinë historike për integrim në Bashkimin Evropian. Komisionerja e Bashkimit Evropian për zgjerimin Marta Kos u ndal në Beograd dhe Novi Sad gjatë një vizite zyrtare 2 ditore në Serbi, ku dha një mesazh të qartë për qeverinë serbe. Ky është një shans që vjen një herë në disa dekada dhe Serbia nuk duhet ta humbas. Ajo theksoi se Bashkimi Evropian kërkon një ritëm tjetër të reformave dhe vullnet politik më të qartë nga ana e Serbisë, nëse ajo dëshiron të antarësohet në Union. Komisionerja bëri thirrje për ndërtimin e një sistemi gjyqësor të pavarur, luftë të qëndrueshme ndaj korrupsionit, garantim të lirisë së medias dhe rregulla të qarta për procesin zgjedhor që reflektojnë vetëm vullnetin e qytetarëve serb. Marta Kos tha se Bashkimi Evropian tashmë po bashkëpunon me vende të tjera që kanë përparuar ndjeshëm në këtë rrugë, dhe Serbia duhet të ecë në të njëjtin drejtim, duke bërë reforma në bashkëpunim të ngushtë me institucionet europiane. Në krah të kryeministrit të ri të vendit Duro Makut, Kos përsëriti gatishmërinë e Bashkimit Evropian për të ndihmuar në proceset e ndjeshme demokratike. Ndërkohë që takimi me presidentin Vučić u shoqërua me një mesazh të qartë në rrjetet sociale mbi rëndësinë e respektimit të parimeve demokratike. Përkundër deklaratave publike pro-europiane, Serbia dhe lideri i saj Aleksandar Vučić janë shpesh në qendër të kritikave për qëndrimin e dyfisht, duke ruajtur lidhje të ngushta me Rusinë dhe njëkohësisht duke kërkuar antarësimin në Bashkimin Evropian. Ky pozicion i paqartë është bërë veçanërisht i ndjeshëm pas luftës në Ukrainë, pasi Serbia nuk u bashkua sanksioneve ndaj Moskës. Vizita e Kos përfundoi në Novi Sad, qytet që kohët e fundit është bërë simbol i protestave masive pas shembjes tragjike të një stacioni treni vetëm pak kohë pas inaugurimit dhe që i mori jetën 16 personave. Ajo kreu homazhe në vendin e ngjarjes dhe nënvizoi se ndërtimi i një shteti demokratik dhe të sigurt duhet të jetë në qendër të reformave që Serbia ka përpara në rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian.
Do të ecim me informacionet nga bota. Presidenti amerikan Donald Trump kremtoi 100 ditët e para të mandatit e tij në një fjalim festiv në Michigan, ku shpalli fillimin e një ndryshimi rrënjësor për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai lavdëroi arritjet e administratës së tij, kritikoi kundërshtarët politik dhe hodhi poshtë sondazhet që tregojnë rënje të popularitetit. Duke u ndalur tek politikat ekonomike dhe të emigracionit, Trump theksoi se Amerika po rikthehet në drejtimin e duhur. Donald Trump zgjodhi të festojë 100 ditët e para në detyrë me një fjalim të mbushur me lavdërime për qeverisjen e tij dhe sulme ndaj kundërshtarëve. Në një sallë të mbushur me mbështetës në Michigan, presidenti theksoi se ka nisur një revolucion të logjikës së shëndosh dhe e cilësoi mandatin e tij si fillimin e një epoke të re për vendin. Ai ironizoi ish presidentin Joe Biden, kritikoi drejtuesin e rezervës federale dhe i cilësoi sondazhet negative si të pabazuara. Mes entuziazmit të turmës, Trump deklaroi: "Ne sapo kemi filluar. Nuk keni parë gjë akoma." Fjalimi i Trump u shoqërua me duartrokitje dhe thirrje mbështetëse nga baza e tij, e cila duket se qëndron e palëkundur përballë kritikave mediatike dhe sondazheve të pafavorshme. Ai shprehu bindjen se qasja e tij e drejtpërdrejtë dhe amerikane do të sjellë përfitime afatgjata për ekonominë kombëtare. Megjithatë, ekonomistët paralajmërojnë për pasoja të mundshme nga politikat e mbylljes tregtare dhe tensionet me partnerët ndërkombëtar. Në këtë sfond të polarizuar, presidenti vazhdon të forcojë pozicionin e tij si një figurë sfiduese, e cila synon të rikthejë dominimin ekonomik të Shteteve të Bashkuara me çdo kusht. Pas fitores në zgjedhjet e fundit, kryeministri kanadez ka pranuar një telefonat të presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump për të uruar fitoren dhe për të diskutuar marrëdhëniet ekonomike mes dy vendeve. Të dy liderit ranë dakord për rëndësinë e bashkëpunimit të pavarur dhe sovran mes SBA-s dhe Kanadas. Në një telefonat të zhvilluar pas fitores së tij në zgjedhje, kryeministri kanadez Mark Carney dhe presidenti amerikan Donald Trump diskutuan mundësitë për forcimin e bashkëpunimit ekonomik midis dy vendeve. Bisedimet e ardhshme do të përqendrohen në krijimin e një marrëdhënie të re, e cila do të përfshijë përpjekje të përbashkëta për të adresuar çështje të ndryshme ekonomike dhe tregtare. Zyra e kryeministrit të Kanadas theksoi se të dy liderët u pajtuan për rëndësinë e ruajtjes së pavarësisë dhe sovranitetit të dy vendeve, si dhe për nevojën për një bashkëpunim të ngushtë në sfidat globale. Ndërkohë, një çështje e diskutuar gjatë fushatës, tarifa tregtare, pritet të jetë një nga temat kryesore të bisedimeve të ardhshme, pasi Carney ka nevojë për mbështetje nga partitë e tjera për të formuar qeverinë dhe për të kaluar legjislacionin që mund të ndikojë në marrëdhëniet me Shteteve të Bashkuara. Kjo marrëveshje mund të ketë pasoja të rëndësishme për ekonominë e dy vendeve, duke ofruar mundësi të reja për bashkëpunim në sektor kyç si tregtia, energjia dhe investime. Pas bisedimeve të para, mund të shqyrtohen edhe mundësitë për një rritje të shkëmbimeve tregtare dhe rregulloreve të përbashkëta që mund të ndihmojnë në zhvillimin e mëtejshëm të lidhjeve ekonomike. Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, ka shprehur kritika të ashpra ndaj tarifave të vendosura nga administrata Trump, duke theksuar ndikimin e tyre negativ në tregtinë globale dhe jetesën e qytetarëve. Ajo ka paralajmëruar se këto tarifa do të shkaktojnë rritje të çmimeve dhe inflacion, duke ndikuar më së shumti qytetarët e varfër. Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, ka kritikuar ashpër politikat tarifore të administratës Trump, duke i cilësuar ato si një rrezik të madh për stabilitetin e tregtisë globale dhe rritjen e çmimeve. Ajo e theksoi faktin që tregtia e lirë ka luajtur një rol kyç në përmirësimin e kushteve ekonomike dhe uljen e varfërisë për dekada, duke nxjerrë miliarda njerëz nga varfëria dhe duke mbështetur jetesën e miliona familjeve europiane. Sipas von der Leyen, tarifa që arrin deri në 145% për kinën dhe 25% për sektor të tjerë, si qeliku dhe makinat, janë një ndërhyrje destabilizuese në tregje globale, duke shkaktuar rritje të pasigurisë ekonomike dhe duke dëmtuar shumë qytetarë. Ajo paralajmëroi se, si pasojë e këtyre tarifave, qytetarët do të përballen me çmime më të larta për ushqime, ilaçe dhe transport, çka do të rrisë ndjeshëm inflacionin. Von der Leyen e theksoi se ky lloj veprimi ka ndikuar veçanërisht në qytetarët më të varfër dhe se politikat e tilla tarifore po dëmtojnë një nga parimet më të rëndësishme të Bashkimit Evropian, atë të bashkëpunimit dhe tregtisë të lirë mes shteteve. Ajo gjithashtu shtoi se nuk është e pranueshme që fqinjet të ndëshkohen dhe të përballen me pasiguri të mëtejshme për shkak të politikave të papritura tarifore. Pas refuzimit të Kremlinit për të diskutuar një armëpushim të plotë dhe kërkesës së presidentit Putin për kontroll total në territoret strategjike të Ukrainës,
Tensionet diplomatike janë rritur. Sekretari Amerikan I Shtetit Marco Rubio deklaroi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do tërhiqet nga roli ndërmjetësuesit nëse nuk ka hapa konkrete drejt paqes. Ai bëri thirrje të dyja palëve që të sillen propozime serioze për t'i dhënë fund konfliktit. Konflikti ruso-ukrainas ndodhet në një pikë kritike, ku përpjekjet për paqe rrezikojnë të dështojnë përfundimisht. Presidenti rus Vladimir Putin ka refuzuar çdo propozim që nuk përfshin kontrollin e plotë të Moskës mbi territoret strategjike të Zaporizhjas, Kersonit dhe Donbasit, përfshirë edhe ato zona që aktualisht janë ende nën kontrollin e forcave ukrainase. Ky qëndrim I palëkundur I Kremlinit ka vështirësuar mëtej procesin e ndërmjetësimit ndërkombëtar. Në këtë sfond, sekretari Amerikan I Shtetit, Marco Rubio, ka bërë një deklaratë të fortë, duke I bërë thirrje të dyja palëve që të paraqesin propozime konkrete dhe të zbatueshme për t'i dhënë fund luftës. Ai paralajmëroi se nëse nuk ka përparim të dukshëm në negociata, Shtetet e Bashkuara do të tërhiqen nga roli I tyre si ndërmjetësuese. Sipas Rubios, është koha për vendime të qarta, pasi vazhdimi I një konflikti pa rrugdalje është I papranueshëm dhe I pakuptimt. Ndërkohë, kërkesa e presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky për një armpushim 30 ditor është hedhur poshtë nga Moska. Rusia ofron vetëm një pauzë të shkurtër ushtarake, nga data 8 deri më 10 maj, për të nderuar ditën e fitores ndaj nazizmit. Në një telefonat të zhvilluar me ministrin e jashtëm rus, Sergej Lavrov, Rubio theksoi se kjo mund të jetë një nga mundësitë e fundit për të shmangur një përshkallëzim të mëtejshëm. Ai e cilësoi luftën si të pakuptimt dhe theksoi se vendimi për të vijuar ndërmjetësimin amerikan do të merret në bazë të zhvillimeve të ditëve në vijim. Të nderuar teleshikues, do të njihemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 1 maj 2025 do të ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme, me alternime kthjellimesh dhe vranësirash. Në disa zona priten rreshje të her pas hershme shiu, kryesisht në zonat veriore dhe lindore të vendit gjatë orëve të pasdites. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 7 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale pritet të arrijë deri në 23 gradë Celsius. Në zonat e ulta perëndimore, era do të fryjë lehtë deri mesatare nga drejtimi verilindor, veri perëndimor me shpejtësi 5 deri 10 metër për sekond, ndërsa në zonat bregdetare mund të arrijë deri në 13 metër për sekond. Deti parashikohet me dallgëzim të ulët 2 deri në 3 ball. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 9 deri në 21 gradë Celsius, Kukës 8 deri në 20 gradë, Peshkopi 7 deri në 19 gradë Celsius, Tiranë 11 deri në 23 gradë, Durrës 12 deri në 23 gradë, Kavaj 11 deri në 22 gradë, Elbasan 10 deri në 22 gradë Celsius, Berat 10 deri në 23 gradë, Korç 7 deri në 18 gradë, Vlorë 13 deri në 21 gradë Celsius, Gjirokastër 12 deri në 23 gradë, Sarand 13 deri në 22 gradë Celsius. Territori I Kosovës për datën 1 maj 2025 do të karakterizohet nga mot I ndryshueshëm, me kthjellime dhe vranësira të her pas hershme. Në disa zona kodrinore priten rreshje lokale gjatë pasdites, ndërsa pjesa jugore e vendit do të ketë më shumë kthjellime. Temperatura minimale do të zbresë deri në 7 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 20 gradë Celsius. Era do të fryjë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi mesatare prej 4 deri 9 metër për sekond dhe her pas here në disa lugina deri në 12 metër për sekond. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica 7 deri në 19 gradë Celsius, Podujev 7 deri në 18 gradë, Skënderaj 7 deri në 17 gradë Celsius, Pejë 8 deri në 19 gradë,
Prishtinë 7 deri në 20 gradë Celsius. Gjakov 8 deri në 19 gradë. Malishev 8 deri në 18 gradë. Gjilan 7 deri në 19 gradë. Ferizaj 7 deri në 19 gradë Celsius. Kaçanik 8 deri në 18 gradë Celsius. Suharek 9 deri në 18 gradë. Prizren 8 deri në 19 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj. Bashkë do takohemi në edicione të tjera. Deri atëherë, mirë takofshim.